Pak para se të hidhej në votim kabineti qeveritar i kryesuar nga Albin Kurti me Vlludin Krasniqi, nga Nisma Social-Demokrate postoi një fotografi të deputetëve të Nismës, Fatmir Limaj, Xhevaire Izmaku dhe Arbëresh Krasniqi, për të cilët kishte shkruar: "Me 3 deputet nuk bëhesh kryetar i kuvendit", apo jo, "As pa 3 deputet nuk bëhesh kryeministër", apo jo. Një status ky tepër ironik në drejtim të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili kishte thënë se me 3 deputet Fatmir Limaj nuk mund t'i kërkojë atij pozitën e kryeparlamentarit të Kosovës. Ndërkohë, pas dështimit të Kurtit për të formuar qeverinë Kurti 3, deputetja e Nismës Social-Demokrate Arbëresh Krasniqi reagoi përmes një postimi në rrjetet sociale. Krasniqi postoi një fotografi me Fatmir Limajin, për të cilin thotë se është lider me dinjitet. Lideri me dinjitet, sot kur vendi ka nevojë për zë të guximshëm, Fatmir Limaj dëshmoi se politika me dinjitet nuk i nënshtrohet lojrave të pushtetit. Ata që e kanë njollosur historinë tonë të lavdishme, nuk kalojnë. Kosova ka nevojë për njerëz me karakter, që flasin të vërtetën dhe kur ajo dhemb. Dinjiteti dhe përgjegjësia janë vlera që nuk blihen me poste, ato fitohen me veprime, shkruan ajo.